Shëndetje, jemi këtu në New York me këto njerëz që jam mbledhur këtu, është radha e 4 protestës dhe jemi që nga protesta e parë dhe protestojmë për një qeveri të korruptuar, për një politik të korruptuar nga 35 vjet. Jetojmë në shtetin më të bukur të botës, New York, për jo më pak se 29 vjet. Këtu kanë lindur fëmijët. Dhe fëmijët flasin shqip dhe bëjnë më të mirën për Shqipërinë. Sot jemi për kausin, për mbështetjen e gjithë të rive dhe të vjetërve dhe atyre fëmijëve që dalin, ato prindë që marrin fëmijë dhe dalin atje në bulevard për të demonstruar dhe për të protestuar për arrogancën e qeverisë aktuale për 13 vitesh. Për spitalet, që kur vete spital nuk bëhet llaf 5.000 lekë apo 10.000 lekë që do ta japë, se përndryshe nuk hap njëri derë. Ose qohë të vizitosh njëri të spitali. Se ilaçe jo. Qeveria thot spitalet falas. Çdo gjë falas. Por jo, nuk është ashtu. Të gjithë politika do të iki. Këto tri do ta marrin drejtimin e Shqipërisë. Ka shumë të zot, ka shumë të aktivizu, ka shumë njerëz që kanë mbaruar shkolla dhe ato janë fryma e Shqipërisë sot, nga çdo qosh i botës, nga Australia, në Europë, në Amerikë dhe gjithkund. Uroj që këto nisëm që kanë nisur këto tri të vazhdojnë, mos ta ndalojmë, mos kemë përçarje. Një keqardhje e jashtëzakonshme për mediat shqiptare, për analistë shqiptarë që paguhen, që nuk thonë atë që është për thonë, për popullin, që rrejnë dhe mashtrojnë dhe paguhen për mediat. Për media, një keqardhje e jashtëzakonshme. Televizioni Euronews i shitur televizioni Euronews dhe gjithë analistë dhe gjithë televizionet që shiten do t'japin llogari përpara këtij populli, përpara kombit shqiptar. Të gjithë do japin llogari. Nuk shitet media. Media është e pastër. Media tjetë realitet. Jo fake news, nuk ka fake news. Realiteti është Euronews i ka pas shumë respekt, po çfarë kanë pa me deklaratat dhe me intervistet që ka bërë, tamam i shitur. Sa e pagoi ajo shoqata atë Euronewsin javën e kaluar në parat? Sa e pagoi? Pse nuk e ngreti zërin e këtyre këtij populli që është këtu? Atë do të bëjë Euronewsi. Turp dhe faqen e zezë paçen. Të gjithë televizionet që janë shitur. Ne jemi këtu. Ne nuk blehemi. Ne nuk shitemi. Ne jemi për atë vend. Kemi hiku nga atje dhe kthehemi prapë te ai vend. Dhe në çdo moment që të ketë nevojë e popull, ai vend atje jemi atë për atë vend. Pra ne protestojmë sot këtu që ai qeveri, ato politikan të marrin atë që meritojnë. Belinda Balluku e para, ajo të shkoj Spaku të bëj punën, të marrë Belinda Ballukun. Morja Belinda Ballukut, Edi Rama është në bas. Edhe atje të shkojnë dhe të përgjigjen për çdo qindar që i kanë vjedhur atij popullit atij kombi. Kaq kisha, faleminderit për gjithçka.